Enda me shumë kënaqësi këtë temë të artit për të ndalur tashmë në të tjera zhvillime të cilat në fakt na flasin për hetimet e dosjes së 21 janarit. Hetimet të cilat kanë nisur nga korriku i vitit 2024 kur çështjen e mori në dorë SPAK. Se si ka qenë ecuria, do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë Esido Barka, i cili do të na jap më shumë informacione. Esido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, ashtu siç e thatë dhe ju, në fakt një tjetër dosje e nxehtë e rëndësishme tashmë ndodhet në zhvillim sipër sa i takon hetimeve të prokurorëve të posaçëm, dosja e 21 janarit, e cila po hetohet nga prokurori i posaçëm Alfred Sheu dhe kreu i SPAK Altin Dumani. Në fakt pritet që ditët në vijim, kryesisht javën e ardhshme, të merren me pyetje persona të tjerë, si persona që kanë dieni mbi rrethanat e ngjarjes 21 janarit, ku kujtojmë se me 21 janar të vitit 2026 po mbushën plot 15 vite nga vrasja e 4 protestuesve përballë kryeministrisë, teksa protestonin kundër qeverisë asoj kohe Sali Berisha. Kujtojmë se para pak ditësh ishte Lulzim Basha në kuadrin si ish ministri i brendshëm, pra në kohën kur ndodhi dhe tragjedia ku drejtonte Ministrinë e Brendshme, i cili u pyet për 1 orë 30 minuta të paktën nga prokurori Sheu, ku dha shpjegimet e tij në lidhje me ngjarjen e 21 janarit. Të paktën në ditët e vijim priten që të merren në pyetje dhe ish kryeministri Sali Berisha në lidhje me 21 janarin, por dhe ish presidenti i vendit Bamir Topi nuk përjashtojnë që në pyetje do të merren gjithashtu dhe drejtuesit e Gardës së Republikës së asaj kohe, pra në momentin që ka ndodhur ngjarja 21 janarit me 4 viktima. Në fakt kujtojmë se ka qenë insistimi i familjarëve të njërit për i dëshmorëve para të shpallur pas kësaj ngjarje, Alex Nikës, të cilët këmbgulen se dosja të hetohet nga prokuroria e posaçme. Kujtojmë se ato në fakt kanë trokitur disa herë në dyert e SPAK, ku kanë kërkuar me ngul që kjo dosje të hetohet nga prokurorët e posaçëm, por këta të fundit e kanë refuzuar, duke thënë që dosja pra po hetohet nga prokuroria e Rrethit të Tiranës. Për të paktën 2 vitesh dosja ndodhej në prokurorinë e Tiranës, e cila kishte një vjushmëri procedurale me policinë e Tiranës, duke pritur që policia e Tiranës të sillte provat e reja prokurorisë së Tiranës, por për faktin se kishin kaluar shumë vite nga ngjarja, ishte pamundur mbledhja e provave të reja nga prokuroria e Tiranës, kështu që dosja kishte ngelur pezull. Në fakt, familjarët e Alex Nikës më pas përfunduan deri në Strasburg, ku një vendim i rëndësishëm i Strasburgut e konsideroi 21 janarin si një krim shtetëror, duke dhënë urdhër kështu të prerë që të hetohet ngjarja pikërisht si një krim shtetëror, duke vlerësuar, le të themi, maksimalisht si çështje. Kujtojmë se me datën 12 mars të vitit 2024, më pas foli dhe gjykata e lartë, e cila urdhëroi prokurorinë e posaçme që të nisë hetimet dhe dosja tashme të hetohet nga prokurorët e posaçëm antikorrupsion për shkak të rëndësisë së saj menjëherë pas vendimit të Strasburgut. Tashme prej korrikut e vitit të kaluar, pra kanë kaluar më shumë se 1 vit, konkretisht 1 vit e 3 muaj që prokurorët kanë nisur hetimet në lidhje me 21 janarin dhe duket se kemi një kthes të këtyre hetimeve për shkak se kanë filluar të merren në pyetje dhe personat të cilët pra kanë dieni mbi rrethanat e ngjarjes. Sa i takon deklaratës së Lulzim Bashës dhe marrjes në pyetje nga prokurorët, menjëherë sapo la ambientet e prokurorisë së posaçme, nuk komentoi për gazetarët se çfarë u tha brenda ambienteve të SPAK, duke ruajtur kështu sekretin e timor, por referuar, le të themi, deklaratave të tij publike në kohën kur ai ishte pra aktiv në politikë, i cili ka thënë se nuk ka qenë ai si ministri i brendshëm i cili ka dhënë urdhër për të qelluar në drejtim të demonstruesve, ku fatkeqësisht u vran 4 persona. Mirë, Esido, falenderojmë shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Do të jemi sigurisht në pritje të asaj se çfarë do ndodhë, duke qenë se çështja është ende në hetim. Në këtë moment do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish pas SPAK e për të folur për një nga temat që ne thamë që në nisjet programit na prek drejtë për drejtë, sepse flet për indeksimin e pagave. Do të jemi me një ekspert ekonomist, kështu që qëndroni me ne.